Pyetja radhës, Asalamu alaikum o gjendëruar. Gjatë ditës kam harruar që ka kalu koha e mesit, e kam falë edhe ikindin e akshamin me qatë mest. Pa i pastru këmbët, a duhet me përsërit namazin e ikindis dhe akshamit, Allahu ju shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Po, duhet me përsërit edhe namazin e ikindis edhe namazin e akshamit. Veç duhet me ditë me bë llogarinë. Llogaria, ajo që duket jetë më saktë sipas argumenteve, është me llogarit 24 orë prej kohës kur e ki përdor mesin për herën e parë. Kjo llogaria më saktë. Jo kur ki marr abdes e ki vesh çorapet, pe aty 24 orë. Jo. Po prej kohës kur e ki shfrytzuar mesin e parë, për shembull. Ki fal sabon, e ki marr abdes, e ki vesh mesin. Ose çorapet për shkak se ne mendojmë që krejt çka vishet është mes, nuk ka problem. Edhe e hodh edhe e trash s'ka problem. E ke vesh ato, ke fal sabon, pastaj e ke prish abdesin, edhe ke shfrytzuar abdesin vetëm në kohën e drekës. Do të thonë e ke shfrytzuar meset, e ke nis fillimin e shfrytëzimit të tyre në kohën e drekës, prej çtu duhet me llogarit 24 orë. Jo prej atje ku i ke vesh meset. Për çdo nëse e bën një llogari, edhe me çet llogari del që e ke kaluar drejt i këndien, s'ke pas mes, duhet me përsërit edhe i këndien edhe akshamin. Wallahu a'lam.